konkretisht, sot do të konstituohet kuvendi që do të zgjidhen edhe 4 nënkryetaret një herësh edhe kryetaria e kuvendit? Po, sot do ta kemi konstituimin e kuvendit dhe nga sinjale që janë dhënë do ta kemi zgjedhjen e kryetarit, fillimisht betimin e deputetëve, që është një procedurë e zakonshme, pastaj zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhjen e 5 nënkryetarëve realisht të kuvendit, 3 që i përkasin 3 partive më të mëdha shqiptare dhe një që i përket komuniteteve jo shumicë të tjera dhe një që i përket komunitetit jo shumicë serb. Por nga çka kemi parë si sinjal që është dhënë nga partia në pushtet, realisht që ka qenë në pushtet dhe po pretendon të jetë në pushtet nga vendosja, është që për t'ju shmangur tashmë problemit me nënkryetarin e listës serbe, për cilin ka pasur në legjislaturën e fundit, e cila s'u jetësua kur, ka pasur telashe dhe tash ka një vendim të kushtetuesës lidhur me këtë, për t'ju shmangur si me thënë, asaj hipokrizisë politike që e ka shfaqur vendosja gjatë gjithë kësaj kohe, këta po duan që tash nënkryetaret t'i votojnë pako, ashtu siç ishte edhe më herët në shumicën e legjislaturave. Pra ka qenë vendosja që në herën e fundit ka qenë subjekti politik që ka kërkuar që nënkryetari i pakicave të tjera dhe nënkryetari i listës serbe të votohen ndaras, ndërsa tash thanë që ka konsensus që të votohen në pako. Sepse tashmë ka një vendim të gjykatës kushtetuese i cili e sqaron që ai nënkryetar i takon partisë që përfaqëson shumicën e komunitetit serb dhe që në këtë rast është lista serbe. Dhe manovrave të vendosjes që ka bërë herën e fundit me Nenad Rashiqin, që është një deputet i vetëm dhe përfaqësues i vetëm i një partie politike serbe tjetër, mendoj që privillimi është ditë që është shkelje e kushtetuesës, pra nuk është në përputhje me kushtetutën, dhe përtej kësaj ata kanë vazhduar me këtë manovër dhe tashmë që e kanë përgjigjen, por rikthehen prap një hap prapa. Po sido që t'jetë nga sinjali që i pam, është qartë që nuk do të kemi problem as me zgjedhjen e kryetarit që e propozuara sipas gjitha gjasave do të jetë Albulena Haxheu, po as me zgjedhjen e nënkryetarëve që pastaj janë një hap formal, pra një hap më shumë ceremonial se sa kështu shumë përmbajtësor, sepse para shumë dihen edhe personazhe që i mbajnë këtë rolën e vazhdimsi. Duke u nisur nga fakti se me shumë gjasë që u shprehet ose që sot do të kryhet pra si betimi i deputetëve, zgjedhja pako e nënkryetarëve dhe kryetari që mund të jetë Albulena Haxhiu, kjo do të thotë se nesër apo ndoshta shumë shpejt do të jetë edhe programi i qeverisë. Fliten emra në kabinetin e Albin Kurtit, për shembull ish kryetari i kuvendit Konjufska do të jetë ministri i jashtëm? Thënë të drejtën, me qenë se përmendet Konjufsen, në një deklarim të fundit të tij, kur seanca ishte paraparë që të mbajë sot në mesditë, ai tha që brenda ditës sotme do ta kemi edhe qeverinë. Nuk e dini se kjo është e mundur sonte, pasi që seanca është hyrë në ora 5 dhe nuk e di se sa ka mundësi në kuptimin kohor që të ndodhë kjo, por sigurisht mendoj që ka një nguti prej anës së vendosjes që ta kryej edhe procedurën e themelimit të qeverisë apo formimit të qeverisë, gjë për të cilën tashmë s'ka probleme, duke ditur që i ka numrat, ndërsa nga ajo që ka lënë zoti Kurtit nënkuptuar dhe që lidhet direkt me pyetjen tuaj, është që ata që i ka propozuar dy hera, edhe Kurti edhe Konjufsa, po flas në vitin e kaluar në qeverinë që su bë, ata jo të gjithë do të jenë pjesë e kabinetit të ri të Kurtit. Kështu ka lënë ai të kuptohet, pra me një deklarim që ka qenë mjaft direkt i tij,
Pra pres që ju të gjitha emra që i ka propozuar, ashtu si që dhe ka bërë me dije, të mos jenë pjesë e ekzekutivit, po gjithashtu pres që për dallim nga qeveria 2 e ti, në qeverin 3 do të arrisë numrin e ministrive. Sigurisht, zoti Gonjufsa, besoj që do të jetë ministër i diplomacisë apo i punëve të jashtme, sepse mendoj që paraarsja e tij në këtë rast, Donika Gervalla është shuar më shumë për skandale të lloj-llojshme, sesa për ndonjë punë të hajri që themi ne nga Kosova, ndërkohë pikërisht Gervallën po pretendohet që do ta vendosë në kryet e Ministrisë së Drejtësisë. Mimoza Kusari, një partnere tjetër të koalicionit, do ta vendosë në kryet e Ministrisë të Tregtisë. Kjo të paktën është e konfirmuar prej anës së saj, edhe tani, përveç që ka qenë edhe më herët, ndërsa besoj që disa emra të tjerë, sikurse kanë qenë Dimall Basha, si ministër nuk e di për çka ishte i propozuar, mendoj që nuk do të jenë pjesë e kabinetit të ri, do të kemi parasysh një pjesë e ministrive shkojnë edhe për komunitetet pakis, por nëse do të rritet kabineti nësa ka qenë në propozimin e fundit, apo pak më pak, kjo mbetet të shihet, po në kam përshtypjen që për shkak të pazare politike, qoftë me partnerët e koalicionit, qoftë me pakicat, mendoj që do të arrisë për një numër simbolik kabinetin e tij, pra do të kemi edhe disa ministri shtesë. Hoti, të falenderoj shumë, ishe kënaqësi. Faleminderit, nga Sisi, Ishi me Shkodran Hoti, nga zëdari dhe analistin nga Prishtinë.